Sot bë ky event që edhe ju e ndoqët për 4 botimet me shumë vlerë historike të albanologut studiusit sloven Peter Stoka. Peteri, me cilin bashkëpunojmë prej gati 6 vitesh bashkë, 7 vitesh, ka bërë një punë vërtet të rrallë dhe me vlerë për historinë e vendit tonë, për historinë e Shqipërisë, por edhe për historinë e marrëdhënieve midis dy vendeve. Është punë me vlerë sepse është Peter Stoka i pari që për herë të parë na njohu me emigrimet e mëdha shqiptare edhe në territorin sloven. Dhe jo vetëm kaq, por figurat e njohura të familjeve fisnike shqiptare, por edhe të tjera të panjohura nga ne që janë vendosur atje. Për shembull, në historiografia jonë, studimet e thelluara, dim për emigrimet e familjeve fisnike shqiptare mbas vdekjes së Skënderbeut, siç janë Kastriotët, Muzakajt, Aranitët, që u vendosën në Itali, por ne nuk kemi ditur ku vendos familja e Lek Dukagjinit. Për të parë, Stoka na gjeti me dokumente konkrete largimin e familjes Dukagjini dhe të vendosur në Koper të Slovenisë dhe në një nga pikat më të rëndësishme strategjike që Venecia e asaj kohe ka pasur. Aty e identifikuan Kështjellën, fortesën e tij, të cilën e ka blerë me Flori dhe për shkak të pozicionit të rëndësishëm strategjik që kishte dhe interesave të veçanta që kishte vetë Venecia si fuqi e kohës për të mbrojtur këtë territore nga sulmet veriore gjermane, slave e të tjera me radhë. Veç asaj na priti njohur edhe faktin që në pikërisht në këto territore, pra në Koperit, në Bregdetin Dalmat, në kufi me Venecia, ata krijuan 7 fshatra, siç shkruhet në dokumente, 7 katune, të cilët me kalimin e shekujve, por duhet të tamam në shekullin e fundit janë asimiluar, por të gjithë ruajnë disa zakone, disa veshje, tradita të popullsisë shqiptare të asaj kohe që u larguan dhe si do vendosur. Po ashtu, Stoka na bëri të njohur edhe faktin që emigrimet janë nga veriu i Shqipërisë, por ka edhe nga Durrësi, ka nga Tivari, ka nga Ulqini, por ka edhe nga Moreja e Peloponezit, ku kishin emigruar shekuj përpara shqiptarët dhe që janë vendosur pikërisht në këta kontributet e tyre, si dhe një numër i madh dokumentesh në arkivat e Koperit, të Ljubljanës dhe të Slovenisë në tërësi për emigrimet shqiptare në këto anë dhe kontributet që ata kanë dhënë në shumë lëmej, siç janë kushte ushtrisë, ushtarak të njohur, siç janë diplomat të njohur, siç janë hierark fetar të njohur, madje edhe shenjtor të shpallur të njohur në fushën e religionit.